Gjykata Supreme e Kosovës është fuqizoi të marrëdhënien të udhëzimit administrativ të Ministrisë së Financave, që u kërkonte veteranëve të UÇK-s të dëshmonin se nuk janë të punësuar në sektorin publik për të përfituar pensionin. Vendimi u mirëprit nga përfaqësuesit e veteranëve. Fillimisht ne na gëzu faktit që Gjykata Supreme na ka mundsuar një drejt në farë forme ka vendosur për me gëzuar një drejt që e kemi pas më humbur prej shumë viteve. Pas publikimit të vendimit, ministri i ndërheqjes së financave Kuran Murati reagoi duke thënë se udhëzimi i shfuqizuar i përket vitit 2015. Ky udhëzim është miratuar në vitin 2015 në kohën e qeverisë së përbërë nga koalicioni PDK-LDK. Pra nuk bëhet fjalë për shfuqizim të ndonjë udhëzimi administrativ të miratuar për gjatë mandatit të qeverisë Kurti. Në fakt, ishte pikërisht kryeministri Kurti ai që paralajmëroi se kufizimi i punësimit për veteranët e luftës së UÇK-s do të hiqet. Por për veteranët e UÇK-s deklarata e Muratit nuk qëndron. Ankesën e kanë bërë disa bashkëluftarë tonë që kanë çekzuar statusin e veteranit. Ata fillimisht kanë shkuar dhe kanë kërkuar nga gjykata, me qenë se ky plotësim ndryshim është votuar në vitin 2016. A i gëzojmë këtu drejt tani. Edhe ata ju ndalë konkretisht në pikën ku thuhet që të gjithë ata veteranët të cilët punojnë në sektorin privat kanë drejt të gëzojnë 50% të pensionit veteranit. Vendimi Supremes nga ekonomistët po shihet si pozitiv dhe në përputhje me kërkesat e kahershme të veteranëve. Dhe kjo ka qenë një kërkesë nga veteranët, por edhe ne si ekonomistë në vazhdimsi kemi potencial që nuk do të ndërlidhet as paga minimale, po ashtu edhe punësimi i veteranëve me pjesën e pensionit. Që nga viti 2015, veteranët e luftës së ushtrisë qeverimtare të Kosovës, që janë të papunësuar, përfitojnë pension mujor. Aktualisht mbi 37.000 prej tyre marrin nga 204 euro në muaj.